Vajza e Mr. Bean flet për herë të parë për divorcin e prindërve, ditët më të errta. Vajza e Mr. Bean ka folur për herë të parë rreth ditëve më të errta të divorcit të prindërve të saj. Lili Sastri është fëmia i vogël i aktorit të njohur si Mr. Bean dhe ish gruas së tij, Sunetra Sastri. Me një mesazh në rrjetet sociale shkruan: "Kalova shumë kaos dhe vetmi në të 20-tat e mia. Tani që jam 30 vjeç, mund ta shoh qartë se ku isha dhe çfarë po ndodhte brenda meje gjatë ditëve më të errta. Isha e humbur dhe nisa të ndihesha disi normale në të 20-tat e vona. Kam qenë gjithmonë e ngecur mes dy botësh, nuk e kam vendin këtu, por as atje." Mëtej ajo shkruan: "Është e vështirë të zbulosh kush je kur nuk e miq, një familje të përçarë dhe nuk di si t'ja dalësh të krijosh muzikë dhe të përpiqesh të kuptosh botën. Më janë dashur vite të zgjidh problemet e mia dhe të kuptoj kush jam, si dhe të bëhem personi më i mirë që mund të jem. Kam bërë gabime të panumërta, jam lënduar, kam qenë e humbur dhe vetëm shumë herë. Arti ishte drita ime udhërëfyese, gjëja që e bëri vuajtjen që të kishte vlerë, teksa unë punoja drejt një qëllimi, një ëndre." Veç vajzës, Mr. Bean dhe Sunetra Sastri janë bërë prindër dhe të një djali, Benjamin Aktision, 31 vjeç. Çifti u martua në vitin 1990 dhe u nda në vitin 2015. Grimierja e BBC-s mori divorci në bazë të sjelljes së paarsyeshme të Atkinson, ndërsa ai vetë s'ishte i pranishëm gjatë seancës. Pak pas finalizimit të divorcit, ai bleu një rezidencë 21 milion pound në Chelsea.